muslimanëve që dalin dhe fillojnë e shajnë nëpër internet, nuk tregoni asnjë gjë më shumë. Tregoni sjelljen tuaj, por nuk tregoni as besimin tuaj, asnjë gjë. Thjesht ju fshiheni pas termit musliman. 1. Nëse dikush bën diçka, vepra të këqija, e sheh rreth femrën, apo abuzon me femrën, apo e detyron femrën të veshin me patjetër shamin e tjerë, është mes tyre dhe Zotit se sa musliman janë ata në brenda vetes, se në çfarë besojnë ata, por dhuna, abuzimi dhe çdo lloj imponimi tjetër nuk lejohet në Islam dhe ata nuk janë njerëz që përfaqësojnë Islamin. Kështu që nëse shihni një musliman të bëjë gjëra të tilla, atëherë ai është i dobët në besimin e tij. Nuk po them nuk janë musliman, sepse çdo e mirë ndodhet brenda çdo personi dhe atë gjykon vetëm Allahu, po nëse ai person është duke bërë abuzime dhe gjëra të këqija, atëherë ai është në kundërshtim me Islamin dhe nuk mund të marrë shembull nga dikush që bën gjëra të tilla. Ai nuk është përfaqësues i Islamit. Ai mendon se beson, ose mendon se praktikon, ose gënjen veten, ose thjesht ka probleme psikologjike. Atëherë ai nuk mund ta merrni si shembull atë person. Islami nuk lejon goditjen e femrave, nuk lejon abuzimin e femrave. Islami i ka nderuar femrat. Kështu që për çdo lloj gjëje që mund të shihni në kundërshtim me Islamin, çdo lloj që është abuzive e tjerë, nuk ka të bëjë me Islamin. Islami është fe e paqes, Islami e nderon gruan, e nderon nënën, e nderon vajzën. Në kohën kur fëmijët në gjithë botën, fëmijët që lindnin femra, vriteshin, groposeshin të gjallë, doli ajeti në Kur'an që nuk e lejonte këtë gjë. Është gjëja më makabre të vrasësh apo të rrahësh një femër. Dhe kjo është e specifikuar në Islam. Nuk kam nevojë unë të mbush mendjen njërit apo tjetrit. Nëse disa njerëz kanë dëshirë të shohin njerëzit e tjerë, të marrin shembullin e këtyre njerëzve, në vend që të shkojnë t'i këshillojnë ato njerëz apo t'i ndalojnë, thjesht shkojnë i shohin, domethënë i shohin nga larg ose nga afër, dhe dalin pastaj nëpër televizione dhe tregojnë që ja, ky muslimani është kështu. Nuk është vetëm ka shumë, ke vrasës serial që përdorin Biblën edhe për të vrarë, kupton? Si bie që këta njerëz gjithë bota e krishterë të jetë e keqe, vetëm se këta njerëz dalin edhe flasin emër të krishtrimit për shembull.